Ka marrë mira komente në videon kur pyeta se kë mbështetni për presidente. Me gjatë krejt komentet janë për Vjosa Osmanin, nuk u gjeta ndonjë kundër për aq sa arrita t'i lexoj. Pra, emrat e tjerë të përmendur në videon e mëparshme duken komplet të papërfillshëm nga publiku. Që disa komente që kishin marrë më shumë të lajka. Zotri Reshat Murati thotë, Vjosa Osmani do të bëhet presidente 99.99% edhe pikë. Bimbimi thotë, nëse Albin Kurti nuk e zgjedh Vjosa Osmanin për presidente, do të bëjë vetvrasje politike. Ne kemi treguar me votë se qeverisje dojmë nga lëvizja vetëndosja dhe nga zonja Osmani, që tjetë presidente. Nëse ndodhe kundërta, do ta penalizojmë me votë lëvizjen vetëndosje, sikurse LDK. Eleo Gashi thotë, vetëndosja i ka fitu 51%, duke menduar se bashkëpunon me Vjosën. Nëse nuk do të ishte Vjosa, unë kur vetëndosjen nuk do ta votoja. Nuk ka asnjë person tjetër më adekuat se sa Vjosa për presidente. Askush nuk e përfaqëson më dinjitetshëm se sa ajo jashtë. E Faton Haxhiu tha se Arsim Bajrami, Sami Lushtakuta, Vjosa për presidente edhe pikë. Ndërsa komente tjera kryesisht e kanë bërë tag zonjën Osmani. Pra, votuesi vetëvendosës, që është çdo i dyti në Kosovë, duket se është mbështetës i Vjosa Osmanit për presidente. Nuk e di se do t'ja bëjmë partitë, por një kandidate me mbështetje të tillë qytetare është problem të injorohet. Sidomos nga ana e Kurtit, nëse e çon vendin në zgjedhje sepse nuk e dëshiron Vjosën për presidente, do ta ketë vështirë të mobilizojë prap votuesit që i kishte më 28 dhjetor, bile edhe ata të nënshkurtit. Dhe mos harroni që t'na bëni follow.